Mirëmëngjes të gjithëve. Sa mirë të mblidhemi, të adhurojmë Zotin bashkë, është gëzim, është bekim. Sot si pas Pashke, në fakt do të shohim diçka e cila flet për ardhin e Zotit. Me thënë drejtën, ne dim që javën që kaloi festuam Pashkën apo jo, që është ardhja e tij e parë, por Jezusi do të vijë përsëri. Edhe ne si besimtar në kohën që jetojmë sot duhet të njohim kohërat. Në fakt, shpeshherë flasim edhe mendojmë për shenjat apo jo. Është kjo shenjë, është kjo ajo shenjë, edhe mos ndoshta ardhja e Zotit është afër. Sigurisht që ardhja e Zotit është afër, patjetër, por ne nuk e dim kohën, kur eksaktësisht, nuk dim ditën, nuk dim orën, nuk e dim. E Zoti e ka lënë me qëllim një gjë të tillë, ashtu siç na thot në fjalën e tij që ne të mos e dim, sepse ai dëshiron që ne të jemi gati kur doj që të vijë ai, sepse përndryshe ne nuk do të ishim gati gjithmonë. Edhe kjo është diçka me të vërtet shumë e rëndësishme. Tani, lajmërimi për sot, nëse do të jepë një lajmërim, është që Zoti vjen shpejt. Ju më thoni nga e diti se ka 2000 vjet që flidhet, por shikoni fundin e Biblës. Si thot Zoti aty? Po, unë vi shpejt. E në fakt e thot 3 herë tek Zbulesa kapitulli 22 dhe 1 herë tek Zbulesa kapitulli 3. Dhe ja unë vi shpejt dhe shpërblimi është me mua. Po e thot 3 herë tek Zbulesa kapitulli 22 është me të vërtetë e veçantë kur shikon që ja unë vi shpejt. Edhe ky është një bekim i madh. Sot ne jetojmë në një epokë që di pothuajse gjithçka. Njeriu di pothuajse gjithçka përveç gjës më të rëndësishme. Njeriu di sa hapa bën. Njeriu di sa kalori harxhon. Njeriu di se sa ndjekës ka në rrjetet sociale, mos i përmend tani. Njeriu di se sa gjumë, sa orë ka fjetur, por nuk di gjën më të rëndësishme. Brendësinë shpirtërore të tij, se si është. Sa është ora? Jo thjesht ora biologjike, po ora në kalendarin e Perëndis, në çfarë kohe jetojmë ne sot. Ka njerëz që kontrollojnë motin në aplikacion. 10 herë në ditë, thua do t'i mbushin mendjen shiu të ndroj mendja, për shkak bie fjala. Ndërkohë që kur vjen puna te Bibla, e hapin si dosje arkivi. Kur duan të zbulojnë ndonjë gjë, të gjejnë ndonjë gjë, aty të lexojnë ndonjë varg apo ku diun ju kujtohet ndonjë gjë. Ka njerëz që din orarin e çdo ndeshje, por nuk din gjendjen e zemrës tyre. Njerëz që din orën sa është në Rom, në Londër, New York, Tokyo, më thoni pak, por nuk din sa afër është përjetësia. Te letra e parë Thesalonikasve, shikoni pak, apostulli Paul me shumë gazëllim. Ai tha, nuk duam vëllezër që të jeni në padije. Nuk duam që të jeni ignorant në lidhje me këtë, duam që ta dini. Edhe thot, për sa u përket atyre që fjetën, sepse kështu janë besimtarët, disa po ndronin jetë në atë kohë, në kishën e Thesalonike dhe ta dini, thot ata fjetën, por nuk duam që të jeni në padije, thot që të mos trishtoheni si të tjerët që nuk kanë shpresë. Se ne kemi shpresë, vëllezër motra, edhe nëse i lexojmë këto, sepse po të besojmë se Jezusi vdiq dhe u ringjall, kështu dhe Perëndia, ata që kanë fjetur me anë të Jezusit do t'i sjell bashkë me të, do të zgjohen nga gjumi. Pra janë duke fjetur, sepse këtë po ju a themi me fjalë të Zotit ne të gjallët që do të mbetemi deri në ardhin e Zotit, nuk do të jemi përpara atyre që fjetën, sepse Zoti vet me urdhër, me zë kryengjëlli dhe me borinë e Perëndis do të zbres nga qielli, të vdekurit në Krishtin do të ringjallen të parët, pastaj ne të gjallët që mbetemi do të rrëmbemi njëkohësisht në rret me ata për të dalë përpara Zotit në ajër dhe kështu do të jemi përherë bashkë me Zotin. Ngushëlloni pra njëri tjetrin me këto fjalë. Bota nuk ka shpresë, ju keni shpresë. Edhe unë dua thot Pali që ju të mos mbeteni në padije në lidhje me këtë gjë, sepse ne kemi shpresë. Edhe të mos trishtoheni sepse Zoti do të vijë. Ai ka premtuar dhe me të vërtet këto janë fjalë që na tregojnë për shpresën e madhe që kanë besimtarët. E letra e 2 të Timoteut kapitulli 4, apostulli Pali dhe pak edhe do të shkonte tek Zoti, kishte ardhur fundi i jetës tij fizike dhe thot, pas kësaj më pret kurora e drejtësisë që Perëndia gjykatësi drejt do të më jap atë ditë dhe jo vetëm mua, por edhe të gjithë atyre që presin me dashuri të shfaqurit e tij, sepse Zoti do të shfaqet. Ai do të vijë dhe fjala e Zotit e bën të qartë. Letra e Titit kapitulli 2 dhe vargu 13 thuhet, duke pritur shpresën e lume dhe të shfaqurit të lavdisë të madhit Perëndi dhe të shpëtimtarit tonë Jezu Krisht, sepse ai do të vijë. Ai ka premtuar që do të vijë dhe pyetja është kur do të ndodhë kjo. Ne si njerëz e themi një gjë të tillë shpesh, kur do të ndodhë. Po interesante, unë e përmenda që Zoti nuk është
i interesuar të na tregojë specifikisht se kur do të vi. Arsyeja është që ne jemi gati, kur do që ai të vi. Edhe shikoni, para se Jezusi të ngrihej në qiell, apo jo, ai ishte ringjallur edhe te Veprat e Apostujve kapitulli i parë, besoj se e keni parasysh, domethënë kontekstin aty, ishin mbledhur dishepujt, edhe ata që ishin mbledhur bashkë pyetën duke thënë Zot, a do ta rivendosësh në këtë kohë mbretërinë e Izraelit? Pra ata donin të dinin kohën. Edhe interesant si është njeriu, sepse edhe te Mateu 24 kur do të jetë ardhja jote, kur do të jetë shenja e ardhjes tonë, kur do të jetë barimi, kur ata donin të dinin eksaktësisht. Edhe kështu veprojmë dhe ne, domethënë është normale, por këta me që ishin pranë tij thanë po kur? Edhe ato ta rivendosësh në këtë kohë, me që po flasim për kohrat, edhe si përgjigjet Jezusi, një varg më poshtë, në vargun 7, ju tha atyre, nuk ju takon juve të dini kohët, shikoni fjalët, të dini kohët dhe afatet e përshtatshme që ka përcaktuar Ati me autoritetin e vet. Ne mund të themi, po mirë, ne kemi mësuar që mos ndoshta Jezusi do ta linte përsëri dorë të Izraelit nëse ata do ta pranonin te Veprat e Apostujve 7 kur Stefani të predikonte etj. Ju lutem, e lëm me kaq deri këtu sepse nuk do të vazhdojmë me këtë, por shikoni ku e kthen vëmendjen Jezusi. Nga koha që ata prisnin që ai të vendoste mbretërinë e tij, ku e çon vëmendjen e tyre ai? Shikoni ku e çon vëmendjen Jezusi. Thot, por do të merrni fuqi kur fryma e shenjtë do të vinë mbi ju dhe do të më bëheni dëshmitar, thot, në Jeruzalem, në gjithë Juden dhe në Samarinë dhe deri në skajin e dheut. Pra, roli juaj, puna juaj tani është të jeni dëshmitarët e mi, të më bëheni dëshmitar, këtu fokusoni. Kjo është detyra juaj, derisa unë të vi. Domethënë, mos u merrni shumë me datën. Dakor? Ky është qëllimi sepse juve jeni. Ju do të më bëheni dëshmitar, dëshmoni për mua, tregojini botës për mua. Edhe kjo ishte dëshira e Krishtit, edhe me të vërtetë është e mrekullueshme. Dakord, por më pas ne dimë që koha kaloi rreth 30 vite më vonë, kur Pali shkroi letrën e parë Tesalonikasve, edhe thotë sa për kohët dhe për stinët, me që po flasim për kohën. Vëllezër, nuk keni nevojë t'ju shkruaj, thotë sepse ju e dini shumë mirë se dita e Zotit do të vi si një vjedhës natën. Dhe këtu bën fjalë për ditën e Zotit, jo për marrjen e kishës, siç e themi ne. Kur do të jetë dita e Zotit? Unë nuk e kam atë grafikun këtu, doja ta kisha atë grafikun, nuk e vura sot. Ardhja e Zotit është ardhja e dytë, është pas marrjes së kishës apo jo, e dim. Pastaj menjëherë kur vjen Zoti në ardhjen e dytë, publikisht, jo kur vjen vetëm për kishën, që ta marrë aty në ret, siç lexuam. Po kur ai të vi herën e dytë pas periudhës mundimit të madh, periudhës së trazirave ose javës së 70 të Danielit, ai do të vi dhe do të vendosë mbretërinë e tij 1000 vjeçare, apo jo këtu në tokë, kështu besojmë sipas fjalës Perëndisë. Edhe shikoni tani, thotë ju vetë dini shumë mirë se dita e Zotit do të vi kështu si vjedh si natën, sepse kur thon paqe dhe siguri, atëherë një shkatrim i papritur do të bjerë mbi ta, ashtu si dhimbjet e lindjes si gruva shtatzën, dhe nuk do të shpëtojnë, thotë, por ju vëllezër nuk jeni në errësirë që ajo ditë ju zërë në befasi si vjedhës. Ajo ditë nuk vjen për juve, kur ai të vi për herë të dytë. Ju do të jeni tashmë aty lart me Krishtin, dhe thotë të gjithë ju jeni bi të dritës dhe bi të ditës, ne nuk jemi të natës, as të errësirës. Edhe flet jashtëm si duhet jetoni juve, jo në deje. Por të esëll, thuhet më poshtë. Ata që flejnë natën, thotë, edhe ju jeni bi të dritës. Edhe duhet keni një sjellje tjetër, sepse jeni bi të dritës. Sa e bukur që është, fjala e Perëndisë. Ndërkohë që pyetja është për ne, patjetër Bibla thotë që Jezusi do të vi përsëri. Jezusi do të vi përsëri, kjo është e sigurt. Ai do të vi përsëri, ai ka premtuar që do të vi përsëri, ai është mbreti i mbretërve. Zbulesa 19, ai kur të vi për herë të dytë do të vi me kishën e tij. Amen. Do të vi me kishën e tij, bashkë me ne ai do të kthehet për të vendosur drejtësinë në këtë botë. Dhe pyetja është, a jemi ne gati për ardhjen e tij kur kisha të merret? Po sikur Jezusi të vi sot, thras kishën e tij. Ja tani që jemi në shërbes për shkak, si thoni? Unë nuk e di. Po çfarë bekimi do të jetë? Ai premton që ai do të kthehet. Ai do të marrë kishën e tij dhe me që po flasim për ditën e Zotit, ja, disa gjëra nga dhjata e vjetër, se jo vetëm nga dhjata e re, është mirë të shikojmë dhe nga dhjata e vjetër, kur flet për ditën e Zotit. Është një ditë
që do të vijë dhe Zoti ka premtuar në fjalën e tij. Këtu janë disa vargje, jo shumë, por shikoni, thotë sepse dita e Zotit të ushtrive do të vijë, thotë, kundër çdo gjëje krenare dhe kryelart dhe kundër çdo gjëje që ngrihet për ta ulur. Shikoni, bërtisni sepse dita e Zotit është e afërt. Ajo po vjen si shkatrim nga ana e plotfuqishme. Ja, dita e Zotit po vjen, një ditë mizore, indignate, zemërimi të fortë për ta bërë tokën shkërtir dhe për të çfarosur mëkatarët për saj. Zoti do të vendosë drejtsinë e tij. Ezekieli 13:15 thotë ju nuk jeni ngjitur mbi të çare dhe as nuk keni ndërtuar ndonjë mur rreth shtëpisë së Izraelit për të rezistuar në betejën në ditën e Zotit. Mirë ajo ditë, thotë Joeli, kapitulli 1:15, sepse dita e Zotit është e afërt, por do të vijë si një shkatrim nga ana e plotfuqishme. I bini boris në Sion, i jepni kushtrim në malin tim të shenjtë, të dridhen gjithë banorët e vendit, sepse dita e Zotit po vjen, është e afërt. Edhe një tjetër kemi, turma pas turmash në luginën e vendimit, sepse dita e Zotit është e afërt në luginën e vendimit. Pra, dita e Zotit do të vijë. Është e sigurt, Zoti ka premtuar në fjalën e tij. Në fakt, ky është plani i Perëndis, mbretëria e tij. Ai pret ditën kur ai do të vijë si një mbret. Edhe ja, dita do të vijë. Pyetja është për kohën e sotme që ne jetojmë, çfarë bëjnë njerëzit me Jezusin sot? Vërtet, kur ai erdhi për të parë, ato prisnin që Jezusi të bëjë mbret, që në atë kohë të vendoste mbretërinë e tij. Por Jezusi dëshironte që ata të pranonin mbretërinë e Perëndis, atë që është brenda. Ai donte të ndryshonte njerëzit nga brenda jashtë. Dhe ky është bekimi. Prandaj ne sot predikojmë gjërat e mbretërisë Perëndis. Jo mbretërinë fizike, sepse mbretërinë fizike Zoti do të vijë do ta vendosë. Po ne predikojmë ungjillin sot, u predikojmë njerëzve shpëtimin me anë të gjakut të Krishtit, se si ai shpëton shpirtin e tyre nga fuqitë e ferrit. Edhe si e shpëton nga mëkati për të dhënë dhuratën e jetës, apo jo, ato për cilën ne predikojmë, jetën e përjetshme. Dhe këto janë mësimet që Pali na jep në dhjatën e re, që ne predikojmë gjërat e mbretërisë së Perëndisë. Dhe ky është një bekim i madh. Do të vijë Zoti fizikisht, do të vijë Zoti fizikisht. Ne këtë presim. Do të merret kisha, do të jetë periudha e mundimit, sikundër unë thash, pastaj do të jetë ardhja e tij e dytë tek zbulesa kapitulli 19, flitet për ardhjen e dytë, pasi bëhet dasma e qengjit apo jo, dimi gjë të tilla ai do të kthehet. Ashtu siç premton. Zbulesa kapitulli 19 është një kapitull i mrekullueshëm, 20, mbretëria e tij 1000 vjeçare, kapitulli 21 flet për Jeruzalemin e ri, 22 për përjetësinë. Në të vërtetë janë kapitull të jashtëzakonshëm. Dhe kur i lexon thua, wow, Zoti do ta bëjë një gjë të tillë. Po patjetër, ai do të mbyll atë ciklin, që kurse krijoi njeriu që tek Zanafilla, kapitulli 2 që ne e dimë se si ka ndodhur historia. Po dita e Zotit po vjen. Pyetja është, a i kuptojmë ne korat? Cila është ngjarja tjetër në kalendarin e Perëndisë? Themi që është marrja e kishës apo jo? Shenjat, ne flasim për shenjat, po shenjat janë kryesisht për ardhjen e dytë. Kisha mund të merret që sot, nuk ka nevojë për ndonjë shenjë. Dakor, para ardhjes së dytë, të gjitha janë hije. Shenjave që do të ndodhin pikërisht në periudhën e mundimit janë hije, shenjat sot që ne shikojmë se çfarë po ndodh për shembull, ose njeriu shikon se çfarë po ndodh. Po sot shumë gjëra po ndodhin. Kështu ndodhi edhe para se Jezusi të vinte për herë të parë. Kur para se Jezusi të vinte për herë të parë, njerëzit nuk donin t'ia dinin. Dakor, nuk i besonin premtimet e Perëndisë. Edhe me të vërtet premtimi për Mesin u dukej se ishte vonuar shumë. Kur Jezusi erdhi për herë të parë, i kishin haruar, vërtet nuk i besonin premtimet e Perëndisë, po kalendari i Zotit po plotësohej në kohën e tij. Kjo është ajo që duhet ta kemi, duhet ta marrim në konsiderat. Dy individ të moshuar që e donin Zotin, në atë kohë ishin ndryshe nga të tjerët. Më thoni cilit ishin ata? Simeoni dhe Ana. Ju kujtohen ata të dy? Sa bukur. Ata studionin fjalën, fakt morën premtimin nga Zoti. Simoni e mori atë Simeoni premtimin që ai nuk do të largohej nga kjo jetë pa parë Krishtin. Ju kujtohet? Është shumë e bukur kjo në tempull, po ata thjesht vendosën ta besonin mesazhin e Zotit. Ata e dinin nga profecia e Danielit, mund ta datonin ardhjen e Krishtit në çështje muajsh. Sinqerisht, kur shikon dhjetën e vjetër magnitesh. Ata me të vërtet ndoshta mund mos e dinin orën, edhe kohën, edhe ditën, por ata mund ta datonin stinën, mund ta njihnin kohën, mund ta njihnin. Ata i kuptonin korat. Shikoni për shembull këtu kur u mbushën 8 ditët për të rrethprer fëmijën, i vun emrin Jezus,
emër i dhënë nga angjëlli para se të ngjizej në bark, dhe kur u mbushën ditët e pastrimit të saj sipas ligjit të Mojsiut, ditët e pastrimit kujt? Të kujt? Të Maris. Sa mirë. Sipas ligjit të Mojsiut, dhe çuan fëmijën në Jeruzalem për t'ia paraqitur Zotit, ashtu siç është shkruar në ligjin e Zotit, çdo mashkull i parlindur do të jetë i thirrur i shenjtë për Zotin dhe për dhënë flijimin, siç është thënë në ligjin e Zotit, një çift turtush ose 2 pllumba të vegjël dhe janë në Jeruzalem ishte njëri që quhej Simeoni, ja ku e kemi. Ky njeri ishte i drejtë dhe i devotshëm dhe po priste ngushëllimin e Izraelit dhe fryma e shenjtë ishte mbi të, dhe aty u zbulua nga fryma e shenjtë se nuk do të vdiste para se të shihte Krishtin e Zotit. Ai pra i shtyr nga fryma erdhi në tempull dhe pasi prindi për fëmijën Jezus për të bërë me të ato që përshkruan ligji, thotë mori në krah, shikoni pak, e bekoi Perëndin duke thënë tani o Zot nis shërbëtorin tënd në paqe. Sipas fjalës së Asate, thotë, sepse sytë e mi kanë parë shpëtimin tënd që ti e përgatitë para syve të gjithë popujve, dritën për të ndriçuar kombet dhe lavdinë e popullit tënd Izraelit, dhe Jozefi dhe nëna e fëmijës mrekulloheshin për gjërat që thuheshin për të, dhe Simeoni bekoi dhe i tha Maris nënës së tij, ja ky është vënë për rënien dhe për ngritjen e shumë vetave në Izrael dhe për të qenë shenjë e të folurit kundër. Dhe ty vetë një shpatë do ta tejshpoj shpirtin, folëm për këtë para disa javësh kur Jezusi ishte në kryq, që të zbulohen mendimet e shumë zemrave. Ai aty ishte edhe Ana, një profetesh, bija e Fanuelit, nga fisi i Aserit, e cila ishte shumë e kaluar, dhe kishte kaluar bas virgjërisë së saj 7 vjet me burri, thotë ashtu, ajo ishte e ve dhe megjithëse ishte 84 vjeçe, nuk largohej nga tempulli duke i shërbyer Perëndis natë e ditë me agjërime dhe lutje. Dhe ajo erdhi në ato orë, lavdëroi Zotin dhe u fliste për këtë fëmijë të gjithë atyre që prisnin atë shpengim në Jeruzalem. Çfarë gëzimi ishte për ta? Çfarë gëzimi ishte? Mendoni pak. Krishti të shikonin shpëtimtarin e botës. Çfarë gëzimi që ishte? Ata e dinin që Krishti ishte aty, i kuptonin korat. I kuptonin korat. Edhe vrasmendjet, ne a i kuptojmë korat, vërtet mund mos dim datën, mund mos dim ditën, ashtu është, por stinët, po korat, a mund t'i kuptojmë? Gjithmonë më ka bërë përshtypje, në fakt e kam studiuar dhe herë tjetër këtë çështjen e bijve të Isakarit, por në fakt tek libri i parë i kronikave jepen një listë me fiset edhe me njerëzit që ata kishin, të gatshëm për luftë, të aftë për të luftuar. Mirë po, nga bijtë e Isakarit përmenden që ishin ca njerëz që i kuptonin kohrat dhe dinin se çfarë duhet të bënte Izraeli. Këta ishin 200 krerë. Po të shikoni nga fiset e tjera ishin me mira, që ishin me muskuj, ishin të fortë, ishin të aftë për të përdorur armët edhe gjëra të tilla, ndërsa midis bijve të Isakarit ishin 200. Pak ishin. Krahasuar me mirat e tjerë. Por këta dinin kohrat, njinin kohrat. Dhe me të vërtet këta, jo vetëm që dinin kohrat, por dinin se çfarë duhet bënte populli i Zotit në atë kohë. Këta e njihnin kalendarin e Zotit. Mendo pak, të dish se çfarë po bën Zoti sot. Të dish se çfarë po bën, edhe vëre veten në atë pozitë. Sot në vitin 2026, tani që jemi në muajin prill, çfarë po bën Zoti sot në botë? Çfarë po bën Zoti sot në këtë kohë në cilën ne jetojmë? Sa është ora, me fjalë të tjera, në kalendarin e Perëndis? Çfarë po ndodh sipas fjalës së Zotit? Edhe kjo është një analizë e mrekullueshme. Këta njerëz kishin drejtim, nuk kishin vetëm analizë. Këta kishin bindje. Këta nuk thoshin, sa kohë interesante në cilat ne po jetojmë. Jo, çfarë duhet të bëjmë ne tani? Këta e dinin kalendarin e Zotit. A nuk është e mrekullueshme? Thjesht ta mendosh një gjë të tillë. Dhe mesazhi që kam në zemër sot është njerëzit që i kuptojnë kohrat janë njerëz që e lexojnë botën me Bibël hapur. Së pari. Së dyti, pra e njohin fjalën e Perëndisë. Së dyti, e kanë Jezusin mbret në jetën e tyre. Dhe së treti, që jetojnë në dritë, jetojnë në dritën e ardhjes së tij. Njerëzit që i kuptojnë kohrat, e njohin fjalën e Perëndisë. Këta e lexojnë kohën me Bibël hapur, le ta them kështu, ndryshe këtë pikë. Flet për njerëzit që e njohin kohrat. Këta njerëz janë në kontakt me të vërtetën. Për shembull, tek bijtë e Isakarit ne e pam që 200 krerë njihnin kohrat, thuhet aty. Njihnin kohrat. Sa bekim? Mendo pak të dëgjosh nga Zoti për një njeri ose për njerëz që ai thotë jep dëshmi dhe thotë këta e njohin kohrat. Këta e din sa është ora. Këta e din se çfarë po ndodh. Edhe me të vërtetë është një dëshmi e fortë. Shikoni te Jeremia kapitulli 8 dhe vargu 7, madje edhe leleku i qiellit thotë,
e njeh stinën e tij. Turtulli, dallëndyshja dhe krilat, shikojnë me kujdes kohën e kthimit të tyre, por populli nuk e njeh ligjin e Zotit. Njerëzit që nuk e njohin ligjin e Zotit, fjalën e tij, janë ata njerëz që nuk i kuptojnë korat. Nëse shkëput kontaktin nga fjala e Perëndis, është e pamundur të njohësh korat. Nëse nuk e lexon botën, kohën që ne jetojmë sot me Biblën hapur, të shikojmë se sa është ora e Zotit, cila është ngjarja në kalendarin e Perëndis, çfarë po ndodh sot në paradigmën e tij, në planin e tij, çfarë po ndodh në realitetin ku ne gjendemi sot, pikërisht në vitin 2026. A mund të kuptojmë ne korat? Nëse duam të njohim korat, duhet të njohim këtë libër. Nëse shkëputemi nga e vërteta e Perëndis, nuk do të njohim korat, nuk do të dim se me çfarë kuti t'i masim ngjarjet, me çfarë standardi t'i masim gjërat, që ta shikojmë të vërtetën e botës ku ne jemi sot, duke krahasuar me fjalën e Perëndis. Shikoni që tek Veprat e Apostujve kapitulli 17 dhe 26, ndërkohë që Pali ishte në Athinë këtu duke predikuar, edhe ai u thotë ai ka bërë nga një gjak i vetëm, thotë çdo kom njerëzish që të banojnë në mbar faqen e dheut dhe përcaktoi kohërat me radhë dhe kufit e banimit të tyre, sa e bukur që është. Domethënë, Zoti e di se si zhvillohen ngjarjet. Zoti thotë i cakton kohërat, i paracaktoi kohërat me radhë. Ai është Zoti i kohërave. Edhe le ta kuptojmë që çdo gjë është në dorën e tij, edhe ai ka kohra që i ka caktuar. Edhe ne çfarë duhet të bëjmë? Le ta njohim mendjen e tij, sepse Bibla është libri i kohrave. Fjala e tij është, nuk janë lajme, nuk janë breaking news, apo po ndodh tani si përkthejmë ne apo. Si tjetë, është fjala e Perëndis. Fjala e Zotit. Shikoni tek Danieli kapitulli 2, ndërkohë që ai po fliste me Nebukadnecarin që pa të ëndrrën, ju kujtohet Nebukadnecari, Danieli 2 është ngjarje e njohur me atë statujën. Edhe ai Nebukadnecari donte një përgjigje të këtij vegimi që ai kishte parë, dhe Danieli ishte aty dhe thotë qofti bekuar emri Perëndis për jetë, sepse atij përkasin dituria dhe forca, thotë ai ndryshon kohrat dhe stinët, i ul mbretërit dhe i larton, u jep dituri të urdhëve dhe dija atyre që kanë mend. Nga vjen dituria, nga Zoti vjen dituria. Nga Zoti vjen dituria. Ai ndryshon kohrat, ai cakton kohrat. Ai e di se si janë kohrat. Prandaj është e rëndësishme që ne të dimë mendjen e tij, dhe mendja e tij është fjala e tij që ne kemi në dorë. Sepse ai cakton kohrat, ai e di se cilat janë kohrat. Nuk do ta humbasim kontaktin me fjalën e Perëndis, që të kuptojmë sa është ora, përndryshe nuk do të kuptojmë sa është ora. Nuk do të kuptojmë kohrat. Nëse nuk e lexojmë botën në cilin e gjendemi sot me Bibël hapur, që ta njohim të vërtetën. Për shembull, shikoni dietarët nga lindja tek Mateu 2, ju kujtohen ata dietarët që pan aty yllin në lindje? Dietarët, ata magi që quhen në gjuhë tjetër, që shkuan në Jeruzalem, sepse Krishti kishte ardhur, apo kishte lindur. Në fakt nuk ishte momenti i lindjes. Mos e ngatroni kohën e ardhjes së dietarëve me barint. Barint ishin pikërisht në momentin, në kohën kur Jezusi lindi, kur edhe dietarët kishin kaluar disa muaj, Jezusi nuk ishte në grazhd i vendosur aty, po ku ishte? Ishte në shtëpi, thuhet në fjalën e Perëndis. Pra janë ngjarje që lëvizin me disa muaj, por ata kishin parë një shenjë nga Zoti. Edhe në të vërtetë është flitet për një shenjë në dhjatën e vjetër, numrat 24-17 e shoh, por jo tani është Balami, ju kujtohet Balami që po predikon, ai donte të predikonte kundër popullit Perëndis apo jo. U pagua nga kush Balami? Nga Balaku, nëse mbani mend. Një nga mbretërit kundër popullit Perëndis, edhe ai profetizoi Balami dhe thotë shoh, por jo tani e sodis, por jo afër një yll do të dalë nga Jakobi, një skeptër do të ngrihet nga... Çfarë profetson skeptri? Mbretëria, apo jo? Mbret, i cili do të shtyp Moabin, fund e krye, do të rrëzoj tërë bitë e shethit. Ata kishin shkuar aty për të adhuruar mbretin, kishin sjell me vete çfarë? Ar, temjan, edhe mirë, apo jo, 3 gjëra, për 3 ofiqet e Krishtit, në fakt se cila prej këtyre gjërave të mira që ata kishin çuar aty. Por si e kishin marrë vesh dietarët, si e dinin ata që ishte kora, sepse ata ishin njerëz që i kuptonin korat. E dini si i kishin marrë vesh, sepse Danieli
Unë jam i bindur për këtë. Jo vetëm Danieli, por edhe Shadraku, Meshaku dhe Abednego nuk ishin qenë gojkyçur. Edhe të tjerë nga populli Perëndis që ishin në Babiloni në robërinë atë kohë, ta dini që nuk rinin në heshtje për ligjin e Zotit. Edhe të mendoni pak që këta njerëz që vinin nga Irani, Iraku, Kurdistani, i ditëve të sotme, në këtë territor ishin ata. Ata njinin korat. Shumë interesante. Për shkak sepse i kishin kushtuar kujdes ligjit të Zotit. Ligjit të Zotit. Prandaj e them që nëse ne humbasim kontaktin nga fjala e Perëndisë, se kemi të vështirë të kuptojmë sa është ora. Cila është ngjarja në kalendarin e Perëndisë. Po ata e njihnin fjalën e Perëndisë, ata kishin dëgjuar, ata kishin lexuar profecitë tek Danieli kapitulli 9. Pra ata mund ta datonin ardhjën e Krishtit. Është ky pasazh që do doja ta kisha në fakt atë grafikun sot, po ndoshta një herë tjetër, po jam i bindur që e keni parë. Prandaj dija dhe kuptoje se që nga koha kur ka dalë urdhri të restaurohet dhe të rindërtohet Jeruzalemi deri tek Mesia, princi do të duan 7 javë dhe 62 javë të tjera, dhe ai do të tërtohet përsëri me sheshe dhe me ledhe, por në kohra plotangth. Pra, i bëhet e ditur Danielit se çfarë do të ndodh, kur do të jetë ardhja e Mesisë. Edhe i thuhet që kur ka dalë urdhri të restaurohet dhe të rindërtohet Jeruzalemi, që kjo daton me 14 marsin e vitit 424-425 para Krishtit. Edhe thot që kur ka dalë urdhri të restaurohet dhe të rindërtohet Jeruzalemi, princi do duhen 7 javë dhe 62 javë të tjera. Tani këto janë javë vitesh, sipas kalendarit profetik të Zotit. Do të thënë, një javë vitesh është sa vite? 7, apo jo? Tani do të duhen 7 javë, thot. 7 javë do të duhen nga Nehemia 2, që është dekreti mbretit Artaxerxes, deri te koha e Ezrës dhe Nehemias. Do të duheshin 7 javë me 7 vite, sa bëjnë? Sa vite gjithsej? 7 e 7? Se mos thoni ndonjë gjë tjetër, si në parlament. 49 vite, do të thënë nga koha e daljes së dekretit të mbretit Artaxerxes deri në kohën e Ezrës dhe të Nehemias. Pastaj do të kaloni dhe 62 javë nga kjo kohë deri në ardhjën e Mesisë. Në hyrjen e tij në fakt në Jeruzalem, kështu i bie, po ti datoni dhe kemi 62 javë herë 7. Shumë. Hajde, bën njëri shumëzimin, ku jemi? Sa? Bravo, 434. Shpërblim në fund. E po ti mblidhni këto, shkojnë 483 vite, po të shumëzoni me viti ebraik me 360 ditë, është një kalendar hënor që përdorin. Me të vërtet, mund ta datoni në ardhjën e tij në vitin 32-33. Aty shumë interesante. Po në çështje muajsh. Nëse doni datat pas shërbesës, këto llogaritjet i kam këtu, nuk janë të vështira për të bërë. Po thjesht për të thënë këtë që dituria gjendet tek ata njerëz që kanë kontakt me fjalën e Perëndisë. Kur ti ja afër librit, fjalës së Zotit, do të dallosh kohrat. Me të vërtetë ndoshta nuk do të dish ditën, orën, por stinët mund t'i dallosh. Sa për kohë dhe stinët vëllezër, tha Pali, nuk ka nevojë që t'ju shkruaj, sepse ju e dini mirë tha. Ju i dini mirë. Stinët, nëse qëndron pranë së vërtetës, kupton. Për shembull pse? Sepse Zoti ka dhënë shenja, dhe shenjat nuk janë për të na treguar datën. Vini re, duhet ta kuptojmë mirë këtë gjë, se po të ishte për datën, Zoti do na kishte treguar eksaktësisht. Jemi dakord? Do të çaj kushtonte Zoti, thoshte që në filan kohë unë do të vi. Por Zoti nuk e bëri këtë gjë. Por shenjat janë për të na zgjuar në ndërgjegjen. Për të na bërë alert në kohën ku jemi. Edhe themi që Zot, ne dimë që stina sikur është më afër. Edhe po shikojmë ca gjëra. Prandaj do të flasim për këto se si është kjo punë. Shikoni për shembull te letra 2 të Timoteut. Shikoni letrën e 2 të Timoteut. Flitet për sa shenja. Mirë, këtu nuk e lexuam gjithë këtë, e lexojmë edhe këtë të gjithë se i mbetet hatri pjesës tjetër. Do të mbas 62 javë Mesia do të vritet dhe askush nuk do të jetë me të. Dhe populli një princi që do të vi ka për të shkatruar qytetin dhe shenjtërorën. Në fund i tij do të vi me një përmbytje thotë. Dhe deri në mbarim të luftës janë dekretuar shkatrime. Ai do të lidh gjithashtu një beslidhje me shumë njerëz për një javë.
Tani 7 javë ishin deri në kohën e Ezdrës në Emis, 62 javë deri në kohën kur Krishti do të vritej, apo jo, kështu thuhet aty në fjalën e Zotit. 6 javë dhe 7 javë dhe 62 sa bëjnë sa javë? 69 javë. Sa mbeten sa javë? Mbet edhe një javë, sepse është profecia për 70, është profecia 70 javëve kjo, është profecia 70 javëve, kështu njihet si profeci, pra mbeti edhe një javë pa plotësuar, edhe thotë do dal njëri, ai do të lidh gjithashtu një beslidhje me shumë njerëz për një javë, por në mes të javës do të jap fund flimit dhe blatimit, dhe mbi krahët e veprimeve të neveritshme do të vijë një shkatrues, derisa shkatrimi plot që është dekretuar do të bjerë mbi shkatruesin. Pra është periudha e asaj jave të 70 të Danielit, ku pritet që të vijë Antikristi në botë. Edhe kjo javë është një javë me të vërtet dhimbje e vuajtje. Për këtë flet fjala e Perëndis. Edhe ne dim shumë mirë që është marrja e kishës një herë, pastaj është periudha e mundimit, ashtu siç njihet në fjalën e Perëndis. Çfarë presim ne? Ngjarja në kalendarin e Zotit është marrja e kishës. Me njëherë merret kisha, pastaj do të jetë ajo periudha java e 70 të Danielit që njihet ndryshe. Nuk do të jetë e lehtë. Nuk do të jetë e lehtë. Edhe në fund Zoti do të vijë si mbret. Krishti do të kthehet për herë të dytë. Kjo është situata. Jezusi flet për shenja, se po të ishte se vërtet ai do të thoshte që s'ka nevojë ta dini, ti dini kohën dhe stinën, ai nuk do të fliste fare për shenja, po ai fliste për shenja. Leleku thoshte di kohën e kthimit, apo jo, ne e lexuam, krilat, zogjt, farisejve ju thoshte ju e dini kohën, diellin, perëndimin e tij, njihni këto, edhe nuk e njihni kohën, si është puna. Te Mateu kapitulli 24, ai dha ca shenja aty, interesante. Por ai u foli dishepujve gjithashtu për ditët e Lotit. Ju kujtohet siç do të jetë në ditët e Noeut, kështu do të jetë në ditët e ardhjes së Birit të Njeriut. Siç ishte në kohën e Lotit, ashtu do të jetë edhe në kohën e ardhjes së Birit të Njeriut. Biri i Njeriut, sepse ai do të vi fizikisht. Do të vi fizikisht në këtë botë. Se mund të thoshte biri i Perëndis, po tha biri i Njeriut. Shumë interesante. Fjala e Zotit. Dhe fjalët janë kështu të qepura mirë kur i thonë. Mënyra se si Zoti flet në Bibël është e mrekullueshme. Edhe vërtet ne mund të flasim shumë për këto gjëra, për ditët e Noeut, shturja ishte e madhe, ashtu siç kemi ngjarjet e sotme që ne zhvillojmë, që zhvillohen në botën ku ne jetojmë sot, sodomizmi, gjithmonë në rritje, në legalizim, pa diskutim, kemi globalizmin, kemi shturjen që po ka marrë dhënë në kohën kur ne jetojmë, në fakt 6 deri në 10 dekadat e fundit ka ndodhur ndryshime shumë të mëdha në botën ku jetojmë sot. Me të vërtetë janë ndryshime të jashtëzakonshme. Bota lëviz me orë sot, me minuta. Ndryshimet janë me të vërtetë shumë të mëdha. Po ditët që po jetojmë janë të vështira dhe Bibla i transmeton karakteristikat e kohëve të fundit që ne po jetojmë. Kulla e Babelit, njeriu po i bën një emër vetes, gjithnjë më shumë. Njerëzit flasin të njëjtin gjuhë, gjithmonë më shumë në kohën që jetojmë sot. Merren vesh gati të gjithë njerëzit sot, me një gjuhë, siç ishte në kohën e Noeut. Përpiqen të ngrenë atë kullën deri lart, të arrijnë aty në Hën apo në Mars apo sa më lart, të ngrenë atë kullën, të japin lavdi vetes që njeriu është në gjendje të arrijë dhe këtë dhe atë dhe këtë dhe atë. Po su del toka, duan më lart. Por Zoti në fakt një nga psalmet thotë tokën ua ka dhënë bijve të njerëzve, qielli është i Perëndis thotë. Nëse kur ai të vi do t'i shoshis. Këto gjëra një herë mirë, por kur ti e lexon fjalën e Zotit me të vërtetë kënaqesh. Edhe thua ore prit sepse synimet e njeriut janë ndryshe nga synimet e Zotit. Edhe është me të vërtetë mrekullueshme. Shohim Izraelin në lindjen e mesme, që është me të vërtetë barometri i Zotit do ta quaj unë. Ai kuptojmë ne korat. Ai kuptojmë ne korat. Sa është ora sot. Dhe Pali nuk u thot besimtarëve mos mendoni për këto gjëra, ai thot ju nuk jeni në errësirë, mbase nuk dim ditën dhe orën, por nuk do të thotë që duhet jemi në mjegull për stinën ku ne jetojmë. Ne nuk caktojmë orën dhe ditën. Ne dallojmë kohët. Duhet i dallojmë kohët. Duhet jemi njerëz që njohim kohët. Ne nuk mbajmë kalkulator profetik në dorë, ne mbajmë fjalën e Zotit në zemër. Edhe me të vërtetë, në ardhjen e parë, shumë nuk e kuptuan që Jezusi po vinte. Nuk e kuptuan.
Tempulli ishte aty, ritualet ishin aty, udhëheqësit fetar ishin aty, por zemra e tyre ishte larg. Ishte ngurtësuar, ishte topitur. Edhe nuk mund të dallonte. Megjithatë Simeoni dhe Ana e kuptuan, ne e pam, ata nuk jetonin me zhurmën e ditës, ata jetonin me premtimin e Perëndis. Ata nuk kishin breaking news, kishin fjalën e Zotit. Ata dhe fjala i çoi te Krishti. Ata që i kuptonin korat nuk ishin thjesht njerëz kurioz, ishin njerëz biblik. Dhe kjo të bën përshtypje. Ata njerëz nuk e ndërtojnë teologjinë nga videot, nga rrjetet, nga komentatorët dhe teori pafund. Njerëz të tillë ndërtojnë veten e tyre nga shkrimi. Le ta them pak me rim, për shembull sot njerëz shohin video në YouTube për profecinë, por nuk e gjejnë dot Sofonin, për shembull nëse i thonë magjëçik. Duhet lexojmë fjalën e Zotit, këtë dua të them. Sa e rëndësishme është, e kemi punën keq, sa e dhimbshme do të ishte që zogjtë e qiellit të dinë sakt kohën e kthimit të tyre. Edhe kanë instinkt, sesa të krishterët që nuk kanë dallim shpirtëror. Me të vërtetë Zoti na ruajt. Ne na ka dhënë ai fjalën e tij dhe fjalën na ka dhënë që ne ta njohim Zotin edhe më shumë. Të dim korat në të cilat ne jetojmë. Edhe thash, shenjat nuk na japin datën, na zgjojnë ndërgjegje. Po të shohim me sy të hapur tabloja serioze, konfliktet janë rritur, unë kam grafiqe të shumta që mund t'ju jap, por gjëra të tilla mund t'i gjeni online, dhuna kundër civilëve është rritur, miliona njerëz janë zhvendosur, uria mbetet e rëndë në vende të ndryshme të botës, përndjekja ndaj besimit është reale, sigurisht lindja e mesme vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes botërore, edhe kjo nuk do të thotë se në filan datë do të ndodhë diçka. Jo, do të thotë këtë gjë që bota nuk po stabilizohet shpirtërisht, po përgatitet moralisht për kthimin e mbretit, për kthimin e Zotit. Po ka dhe një anë tjetër në fakt, që ungjilli po shkon përpara. Bibla po përkthehet në shumë gjuhë të botës. Edhe ne do ta kemi konferencën së shpejti me zipresim, datën 3 maj do të kemi konferencën për Biblën, edhe lavdi Zotit për këtë. Po fjala po përhapet, ungjilli po predikohet, do të predikohet ndërkombë. Nuk janë teori këto gjëra, janë punë në zhvillim. Zoti po punon në botë gjithashtu. Nuk duhet të flasim vetëm për errësirën, sa errësirë që është, çfarë po ndodh me botën, ka degenerim këtu, gjërat po keqësohen. Ka dritë gjithashtu. Zoti na ka lënë ne bijtë të dritës, që të shkëlqejmë dritën e tij, sepse Zoti shkëlqen. Prandaj kisha nuk duhet të flas vetëm për errësirën, duhet të flas për dritën. Djalli është aktiv, por Zoti po punon fuqishëm gjithashtu. Edhe shenjat e kohës nuk duhet të jenë shenja paniku për ne, përkundrazi, le të na ndriçojnë ndërgjegjen. Te Luka 21 dhe vargu 28 patjetër i referohet një periudhë tjetër që do të vi pas marrjes kishës, por mendoni pak, kur të fillojnë të ndodhin këto, shikoni larg dhe ngrini kokat tuaja sepse shpengimi juaj po afrohet. Jezusi thotë nuk thotë ulni kokën, po ngrini kokën lart, sepse Zoti po vjen. Ai po vjen. Edhe na janë dhënë këto fjalë për shpresë, për vigjilencë, për kthim të Zotit. Besimtarët që i kuptojnë korat nuk thonë për shkak sa keq kjo botë dhe pastaj shkojnë të flenë. Jo, thonë sa shumë nevojtar ka kjo botë për fjalën e Perëndisë, për të vërtetën. Edhe ngrihen për të shërbyer. Ka njerëz që lexojnë zbulesën me lup, me të vërtetë. Njerëz që duan të dinë borit, për shembull, si janë tek libri i zbulesës, renditja e tyre, por nuk dinë të falin një vëlla, një motër në Krishtin. Duan të dinë renditjen e vulave që kemi në fjalën e Perëndisë. Por në fakt nuk e mbyllin gojën dot sa u takon thashë themeve. Si ka mundsi? Kjo nuk është gatishmëri, është një kuriozitet fetar dhe nuk e ndryshon as pak njeriu, por së pari padyshim njerëzit që kuptojnë korat, jo vetëm që e njohin fjalën e Zotit, por e kanë dhe e shpallin Jezusin mbret. Shikoni këtu tek libri i parë i Kronikave, vargu 38 e kapitulli 12 thuhet, tërë këta luftar të Zotit mbanin pozicionin e tyre me zemër të vendosur edhe në Hebron për ta shpallur Davidin mbret, thot bitër Izraelin. Shumë e bukur është kjo. E kuptuan që ngjarja në kalendarin e Zotit, cila ishte ngjarja në kalendarin e Zotit, të caktonin ose le të them ta shpallin ashtu siç thuhet, Davidin mbret. Kjo ishte ngjarja në kalendarin e Zotit. Edhe ata i kuptonin korat. Këtë duhet të bëjmë tani. Zoti po bën këtë. Edhe ne duhet të shpallim Davidin mbret. Sa e bukur që sot për ne koha është për të shpallur Jezusin Zot edhe mbret. Amen? Kjo është koha për ne sot. Që të tregojmë botës që Jezusi është Zoti. Ai është mbreti i mbretërve. Ai do ta vendosë mbretërinë, ai do të vijë, edhe jo vetëm me gojë, por me jetë. Nëse nuk është mbreti ynë personal Jezusi,
si mund ta shpallim ne, si mund t'ua shpallim të tjerëve që ai është mbreti i botës. Dhe si mund t'ua shpallim ne, nëse ata nuk shikojnë që Jezusi është mbreti ynë personal. Nëse Jezusi nuk ka fjalën e fundit në lidhje me jetën tonë, me të komunikuarit tonë, në marrëdhëniet që kemi me të tjerët. Nëse Jezusi nuk ka fjalën e fundit në parat, mënyra se si ne i shpenzojmë parat tona. Nëse ai nuk ka fjalën e fundit në mënyrën se si jetojmë, se si jemi në punë, në familje, midis njerëzve, atëherë si mund të tregojmë të tjerëve që Jezusi është mbreti? Që është mbreti. Prandaj duhet ta presim shpresën e lume dhe të shfaqurit të lavdisë të madhit Perëndit dhe të shpëtimtarit tonë Jezu Krisht, sepse ai do të kthehet. Edhe vinë re, Pali nuk po pret një program restaurimi, ai po pret një person. Ai thot presim të shfaqurit e Krishtit, që ai të vi. Ai nuk po priste një ngjarje kronologjike, ashtu siç ne mund të mendojmë sot se po dëgjojmë këtë predikim. Ai po priste, le të them, njeriu më të çmuar të shpirtit të tij. Po e them njeri, është njeriu Perëndi. Po priste Krishtin, atë pra. Edhe kur njeriu e do Jezusin, ardha e tij nuk është kërcënim. Përkundrazi është ngushëllim. Për njerëzit që jetojnë sipas botës, e kanë fjalën për të krishterët, ardha e Krishtit, ardha e Zotit bëhet bezdi. Edhe një predikim për ardhjen e Zotit është i bezdishëm. Sepse u pëlqen të jetojnë ashtu siç duan. Pyetja është, a është Jezusi mbreti i jetës sonë? A është Jezusi mbreti i jetës tënde? Shumë e duan Krishtin si shpëtimtar që i shpëtojnë nga ferri, por jo si Zot të agjendës tyre. Shumë e duan si zjarfikës, kur shtëpia digjet, por nuk e duan si arkitekt për të ndërtuar jetën e tyre. E në fakt e duam si pasagjer, po jo në timon, Krishtin, kur duhet jetë e kundërta. Këta ishin në një mendje. Ishin në një mendje për ta bërë mbret Davidin. A jemi ne në një mendje për ta shpallur Krishtin Zot? Kjo është një pyetje e mirë. Me fjalë dhe me vepër. Perëndia pra, duke vënë re korat e padijes, thuhet e Veprat 17. Tani urdhëron të gjithë njerëzit dhe kudo që të pendohen. Ai kalon mbi korat e padijes. Sepse ai e di se cila është më e mira sot në kohën që ne jetojmë. Dhe i urdhëron njerëzit që të pendohen. Jo vetëm të flasim për frymën antikrishtit që drejton botën sot. Sa keq kjo, sa keq ajo, ai po bën këtë, po bën atë, mbretëria antikrishtit po zgjerohet, a thua sikur ne po presim antikrishtin. Nuk po them që të mos flasim për errësirën, as pak. Por ne jemi duke pritur Zotin Jezu Krisht. Flasim në bisedë tavoline për të. Jemi duke pritur atë. Ka besimtarë që flasin për antikrishtin aq shumë sa që duket sikur po i ruajnë kolltukun. Ne duhet flasim për Krishtin, që ai shpëton, që ai jep jetë, mund të bëjmë kontrastin pa diskutim, por Zoti ndryshon jetën, Zoti ndryshon botën. Ndoshta dikur sot thotë, po unë kam kohë në këtë kishë, por e vërteta është që zemra ime është bërë ngathet për Krishtin. Po ja, sot është dita të dorëzojmë fronin, të kuptosh që koha është e tillë që të dëgjoj alarmin që Zoti ka për mua. Së treti, e do të mbarojmë me këtë, njerëzit që i kuptojnë korat e dinë se çfarë duhet të bëjë populli i Zotit. Nga bite i Sakarit që i kuptonin korat, kishte njerëz që i kuptonin korat. Patjetër, jo të jemi si këta të tjerët, për shembull te Veprat 17 kur Pali po predikonte në Athinë, që Athinasit dhe tuaj që banonin atje nuk bënin gjë tjetër veç se të tregonin ose dëgjonin ndonjë fjalë të re. Këta kishin shumë kurioz, edhe kur uleshin kafe vetëm flisnin për gjëra të ndryshme, duke shuar kërshërinë e tyre për gjërat e jetës. Mendoni që nëse besimtarët arrin të bëjnë kështu, njerëz vetëm që flasin dhe janë pasiv në shërbimin e Zotit. Për çfarë nuk flasin? Edhe janë pasiv, sa kohë kalojnë njerëzit kështu. Por çfarë duhet të bëjmë? Shumë shpejt le të shohim këto. Çfarë duhet të bëjë populli i Zotit sot? Edhe dua që të vëmë re frazat në kohën e tanishme, ose në këtë kohë, me që po flasim për korat. Çfarë duhet të bëjmë ne në kohën e sotme? Shikoni pak. Është koha të shpallim drejtsinë e Jezusit, me që jemi në këtë kohë, thot, për të treguar drejtsinë e tij në çfarë kohe? Në kohën e tanishme, për të treguar drejtsinë e tij me qëllim që ai të jetë i denj
dhe drejtësues i atij që beson në Jezusin. Nëse kohët janë serioze, ungjillizimi nuk është një aktivitet periferik. Duhet jetë jeta jonë. Ne flasim për Krishtin. Në pallat, në lagje, në familje, me kolegët, në biznes, në jetën e përditshme, me njerëzit me cilët kemi kontakte. Nuk diskutohet. Nëse besojmë me të vërtetë që Jezusi po vjen, nuk mund të rrim në heshtje. Ne flasim për çmimin e karburantit që është rritur. Flasim për politikën. Flasim për turizmin. Flasim për politikën. Flasim për makina, flasim për politikën, përmenda tre, por më ka zënë skleroza mua, jo se kështu është fakt. Do them prap. Flasim për receta, flasim për çdo gjë. Flasim për politikë. Okej. Dhe nuk flasim për Krishtin. Nuk flasim për Krishtin. Pastaj themi se i kuptojmë korat. Jo, vlla, motër e dashur. Nëse i kuptojmë korat, do të hapim gojën për Krishtin, të flasim për të. Sepse ai është duke ardhur. Dhe mos haro, ardhja e Krishtit nuk është vetëm lajm për botën, është provë për kishën, është provë për ne. Është provë për secilin për nesh. Në rast se Jezusi vjen sot, ana gjen ai duke medituar për të, duke menduar për të, duke folur me të tjerët për Krishtin. Si ka qenë kjo javë e fundit, nëse do ta marrim në konsiderat, nëse Jezusi vjen sot. A kemi qenë në ar, a kemi qenë duke inkurajuar të tjerët, a kemi qenë duke u lutur për të tjerët? Shpallim drejtsinë e tij, jo drejtsinë tonë, drejtsinë e tij. Ai është Zot. Ai është i drejti. Ai vendosi drejtsinë e tij në anë të vdekjes në kryq, që ajo drejtësi e tij të bëj drejtësia jonë. Ai e konsideroi drejtësi për ne. Ky është një bekim i madh. Ai e përmbushi drejtësinë. Drejtësia e tij na shpëtoi. Është koha që të vuajmë paksa. Ju mund të thoni pse e ke vënë paksa, sepse duhet të lexojmë vargun që ta kuptojmë pse është paksa. Sepse unë mendoj se vuajtjet e kohës së tanishme, shikoni pak, po flasim për kohët, kohë e tanishme, jemi në vjatën e re, kohë e tanishme, nuk vlen as pak të krahasohen me lavdin që do të zbulohet në ne. Pak. Vuajtjet që ne kalojmë tani nuk krahasohen me lavdin që do të shfaqen. Prandaj është paksa. Interesante. Bujku thuhet tek Jakobi 5 e pret frytin e çmuar tokës, ai nuk i bërtet arës çdo ditë. Ti bërtas arës e ti thot pse s'dole, ti thot bimës për shembull. Por punon, pret, lutet, duron. Interesante. Edhe ne kështu. Jezusi po vjen. Ne nuk duhet të bëhemi të hidhur. Nuk duhet të bëhemi njerëz të hidhur. Nuk e pse bëhesh specialist në ankesa. Ka njerëz që janë të ushtruar në murmuritje. Nuk duhet jemi të tillë. Edhe po u ahoqe ankesat, duket sikur u ke hequr një dhunti frymërore. Ndoshta dikush po kalon prova në familje, në shëndet, në punë, në shërbes. Dëgjoje këtë. Zoti nuk ka haruar asnjë lot tëndin. Ti je i bindur, durimi yt nuk është i padukshëm. Ai që do të vi, do të vi. Ka për të ardhur. Edhe kur të vi, do të kuptosh që asnjë vuajtje e mbajtur në besnikëri nuk ka qenë e kot. Është koha të marrim kryqin sot. Ju mund të thoni, po unë po vuaj. Po e dini ju shpeshherë Zoti lejon vuajtjet në jetën tonë që ne rezistojmë shpeshherë vuajtjeve për shkak të rehatisë që na pëlqen. Po Zoti përdor vuajtjet në jetën tonë që ne të kuptojmë qëllimin pse jetojmë. Dini këtë? Që të kuptojmë qëllimin pse jetojmë. Edhe Zoti përdor vuajtjet që ne të jemi aty ku ai do. Aty ku ai do. Për t'i dhënë kuptim jetës tonë. Për t'i dhënë kuptim jetës tonë.
jo vetëm kaq, por është koha që të zgjohemi nga gjumi. Shikoni si flet, se po flasim për kohën, të kuptojmë kohrat. Çfarë duhet të bëjmë tani në këtë kohë? Dhe aq më shumë thuhet te Romakët 13:11, këtë duhet të bëjmë duke ditur kohën, sepse tani më thot erdhi ora të grihemi nga gjumi, sepse shpëtimi ynë është më afër se kur besuam, është shpëtimi i trupit tani. Jo i shpirtit, i shpirtit kur ndodhi shpëtimi? Në momentin që ne i besuam Zotit, i besuam Krishtit si Zot dhe shpëtimtar, po tani shpëtimi do plotësohet kur Krishti të vi, trupi ynë i përunjur do të bëhet i ngjashëm me trupin e tij të lavdishëm. Edhe ardhja e tij është e afërt, çdo ditë që kalon, ajo afrohet, e dim këtë. Nuk e dim kur do të jetë, por e dim që jemi më afër. Edhe është koha që të zgjohemi nga gjumi. Të zgjohemi nga gjumi. Vim në kish, dëgjojmë, tundim kokën, themi amen, por brenda jemi në low power mode, apo i themi ne në letargji, në gjendje kursimi. Zoti nuk na thirrri që ne të jemi në mbijetesë shpirtërore, po ai na thirrri që të jemi të zellshëm për të. Të zellshëm për të. Të jesh zgjuar do të thotë të bëj përshtypje mëkati më. Të bëj përshtypje. Do të thotë që të kesh barr për botën, për njerëzit e rretharot. Të jesh zgjuar. Do të thotë që të jesh i ndjeshëm ndaj zërit të Zotit. Do të thotë që jeta jonë nuk duhet jetë në autopilot. Të mos jetojmë ashtu. Sa për nesh e dallojmë mirë kur nuk ka rënë interneti, nuk funksionon celulari, por nuk e kuptojmë kur na bie pasioni për Zotin. E kjo është e rëndë. E ke provuar këtë për shkak vë zilen mëngjes në orën 6 për të çuar. Edhe del aty snooze. A keni parë atë? Se po e them në anglisht se kështu është. Nuk e di nëse se kam kthyer në shqip atë se dia e ka apo jo. Del aty snooze. Edhe ti e shtyp atë dhe përkthimi snooze do jap në gjuhën time të flet dhe pak. Ky është përkthimi. Ju përktheni nuk është kështu. Fjala snooze mund ta gjeni si përkthehet, po unë e përkthej kështu, të flet dhe pak. Edhe shtyp atë. Pastaj prap zilja. Prap atë. Edhe pak. Edhe 5 minuta, edhe 10 minuta, edhe 5 minuta. Mendoni pak nga ana frymërore. Mirë, nëse është fizike, për shembull nëse je çun se lëri gocat, zgjohesh shpejt dhe ikën pak kreur fare. Do të ikë nëse ke flokë të shkurtra, okay, po. Ikën në punë. Lidhe pak me anën frymërore. Thoni, do të lutem Zotit nesër. Snooze, nesër. Do të lexoj Biblën, sot nuk mundem, po nesër ose edhe kalojnë ditët snooze. Do të shërbej Zotit këtu, do të bëj këtë për atë. Do të dua të dishepullizoj njerëz, po ndoshta nga viti që vjen se këtë vit kam ca angazhime. Snooze. Edhe kur Krishti vjen, të jenë në gjumë. Jenë në gjumë. Vini alarm shpirtëror. Caktoj një kohë fikse çdo ditë për lutje dhe për të lexuar fjalën e Zotit, nëse nuk e ke pjesë të jetës tënde. Mësoje, bëje pjesë të karakterit, sepse nuk do ta keni kurrë. Shpengoje kohën, thuhet në fjalën e Zotit. Shfrytëzoje, shpengoje kohën. Tani më erdhi koha, zgjohu ti që flet dhe ngrihu prej së vdekurit dhe Krishti do të shndris mbi ty, thuhet e Kletra Efezianëve. Krishti do të vi. Amen? Le të na gjej zgjuar. Është koha të mos gjikojmë të tjerët, por më tepër të shërbejmë. Shikoni, prandaj mos gjikoni asgjë para kohë, thot, derisa të vi Zoti. Jemi në kohën e tanishme, para kohë. Derisa të vi Zoti që do të nxjerrë në dritë të fshetat e errësirës dhe do të shfaq këshillat e zemrave dhe atëherë secili do të ketë lavdërimin e vet nga Perëndia. Është e lehtë që njerëzit të bëhen nervoz edhe me njëri tjetrin. Të merremi me njëri tjetrin. Jakobi 5 thot, mos pshertini kundër njëri tjetrit, vëllezër. Mos pshertini. Nuk është koha të grisim trupin e Krishtit me ego, me ndarje, me idhrim, me fjalë helmuse. Disa njerëz janë shumë të fortë me vëllezërit, por shumë të butë me mëkatin e tyre personal. Disa janë gjigant në kritika,
por janë foshnja në pendim. Nuk pendohen për veten e tyre. Dhe kjo nuk është pjekuri. Pjekuri është kur e përdor të vërtetën për të ndërtuar, jo për të goditur. Është kur e mban standardin lart, por e mban zemrën të ulur përpara Zotit, të përulur. Kjo është pjekuria. Edhe kisha që pret Jezusi nuk është klub komentesh. Është familje shërbimi. Është vend ku të lodhurit ngushëllohen, të rrëzuarit ngrihen, të rinjt mësohen, ku të moshuarit nderohen dhe ku çdo gjë bëhet në dritën e faktit që gjykatësi është tek dera. Le të merremi me shërbimin. Le të jemi njerëz që inkurajojmë, që motivojmë, që ndihmojmë, që jemi misionarë, ta japim veten në shërbimin e Zotit. Është koha sot që ne të shërbejmë. Është koha që ne të ecim në risinë e jetës, thuhet te Romakët kapitulli 6. Shikoni këtu se po deshet mund ta lexojmë gjithë pasazhin në vëmendje, po unë dua të kap 3 elementë këtu. Te Kolosianët 3 thuhet vrisni pra, i bëni të vdesin gjymtyrët tuaja. Edhe cilat janë këto? Kurvërinë, papastërtinë, pasionet, dëshirat e këqija, lakminë që është idhujtari, për shkak të këtyre zemrimi Perëndis vjen për mbi bita mosbindjes midis cilëve, dikur ecët dhe ju që rronit në to, por tani hiqni edhe ju të gjitha këto gjëra, zemrimin, inatin, mbrapshtinë, sharjen, të folurit e pandershëm prej gojës tuaj, mos gënjeni njëri tjetrin sepse ju e zhveshët njeriu e vjetër dhe veprat e tij dhe veshët njeriu e ri që për të rrihet një urinë sipas shembullit të atij që e krijoi. Shikoni këtu me vëmendje. Pali përmend krijimin. Thot, juve, për ju, që i keni besuar Krishtit, ka ndodhur përsëri libri i Zanafillës. Zoti ju ka bërë një krijesë të re. I keni besuar atij. Njeriu mëkatoi, Adami i parë. Po Adami i fundit është ai që jep jetë, që na ka dhënë jetë. Edhe ja ku jemi këtu, ju e veshët njeriu e ri që për të rrihet në një urinë sipas shembullit të atij që e krijoi. Jezusi është shembulli ynë. Ai na bëri krijesa të reja. Pra, çfarë bëjmë? I bëjmë të vdesin këto, i zhveshim, edhe veshim njeriu e ri, zhveshim njeriu e vjetër. I bëjmë të vdesin ato gjymtyrë që na kanë me të cilat ishim në jetën para se të shpëtoheshim, edhe ja ku jemi. Veshim si të zgjedhur të Perëndis. Nuk është kjo highlight, po besoj se e kuptoni, është pak më ndriçuar. Si të zgjedhurit Perëndis, shenjtor dhe dashur për dëllim dhe mëshuri, mirësi, për ulësi, zemërbutësi, zemërgjerësi, duke duruar njëri tjetrin, duke falur njëri tjetrin nëse dikush ka ankesë kundër një tjetri, si kundër Krishti ju ka falur, ashtu bëni dhe ju, dhe përmbi të gjitha këto thot, vishni dashurinë që është lidhja për sëmërisë dhe paqja e Perëndis, për cilën ju thirrët në një trup të vetëm, të mbretërojnë në zemrat tuaja dhe jini mirënjohës. Fjala e Krishtit të banojë në ju me begati. Shikoni pasazhin, vrisni, do të thënë zhvishni rrobat, vishni njeriu e ri, zhvishni këto rrobat ndyra. Vishni njeriu e ri, ja ku e kemi, vishni. Dhe pse? Sepse fjala e Zotit duhet të banojë në ju. Fjala e Zotit banon brenda jush. Fjala e Zotit banon brenda jush. Sa e bukur që është fjala e tij. Është koha që ne të mblidhemi bashkë. Nuk do të ndalemi shumë këtu, po besoj se e kuptojmë. Pali kishte mall të madh që të takojë me vëllezërit. Ai donte që t'i shikonte ata ball për ball, jo përmes internetit. Ai donte që të kalonte kohë me ta personalisht. Pa hequr dorë nga të mbledhurit tonë, sikurse e kanë zakon disa, por të nxisim njëri tjetrin aq më tepër se e shohim ditën që po afrohet. Kemi nevojë të nxisim njëri tjetrin, kemi nevojë që të mblidhemi me njëri tjetrin. Onesimi që i kishte bërë diçka Filemonit, që ishte besimtar Filemoni, Onesimi për shkak se kishte bërë diçka jo të mirë, kishte larguar, edhe ky shpëtohet, Onesimi, Pali ishte në burg, Onesimi shpëtohet ndërkohë që Pali ishte në burg, edhe Pali i shkruan një letër zotërisë që ishte Filemoni. Edhe i thotë, të lutem për birin tim Onesim që më lindi në prangat e mia, i cili dikur i padobishëm për ty. Kishte bërë diçka të keqe kundër zotërisë. Por tani mjaft i dobishëm për ty dhe për mua, të cilin ta dërgova te ti pra atë që është zemra ime pranoje. Pra, sa të çmuar janë vëllezërit dhe motrat në Krisht. Janë shumë të çmuar. Është koha që të marrim mëshirë dhe hir, shikoni pak Hebrejt 4:16, le t'i afrohemi pra me guxim fronit të hirit që të marrim mëshirë dhe të gjejmë hir për të pasur ndihmë në kohën e dur, lutemi. I lutemi Zotit. Interesante. Ku jemi këtu? Po, të marrim mëshirë dhe hir, është koha. Është koha sot. Ta bëjmë gjë të tillë. Në fakt, themi, s'kam kohë të lutem, edhe kalon 50 video shorts, në celular. A thua,
edhe përpiqesh që të dëgjesh se si lidhen mustaqet e qelos me profecinë në Bibël. Tani, vëllezër dhe motra, ne s'na mungon koha. Themi s'kam kohë të lutem, por në fakt na mungon zjarri i brendshëm. Jo të bërtasësh thjesht, Jezusi po vjen dhe të mos lutesh, as për gruan, as për fëmijët, as për kolegun, as për motrën, as për vllajën, as për njerëzit që të rrethojnë. Po ai që pret Krishtin duhet të ketë gjunjë me kallo, në të vërtetë. Është koha për të jetuar kohën që mbetet jo më në pasionet e njerëzve. Shikoni, duke qenë se Krishti ka vuajtur për ne në mish, armatosuni edhe ju me të njëjtën mendje, sepse ai që ka vuajtur në mish pushoi së mëkatuari, thotë për të jetuar kohën, ja ku kemi kohën, që mbetet në mish, jo në dëshirimet e njerëzve, jo më në dëshirimet e njerëzve, por sipas vullnetit të Perëndis, sepse për ne është e mjaftueshme, mjaft, thot Pali, mjaft kohës që shkoi për të bërë vullnetin e kombeve, duke ecur në shturje, në epshe, në deje, në teprime, në të ngrëna, në të pira, në idhujtaritën e veritshme, mjaft më. Mjaft, është e mjaftueshme, thot. Le të mos e jetojmë në vullnetin e kombeve jetën që na ka mbetur. Mjaft, mjaftoi kohë. Tani le ta jetojmë sipas vullnetit të Perëndis. Jo më në dëshirimet e botës, në pasionet e njerëzve. Kjo është koha sot. Është koha që të ecim me përulësi. Gjithashtu ju të rinjt, të nshtrojeni pleqve, po nshtrojeni të gjithë njëri tjetër, vishuni me përulje, sepse Perëndia kundërshton mendjemdhënjt, por u jep hir të përulur. Thotë përuluni pra në dorën e pushtetshme të Perëndis, që ai t'ju lartësojë në kohën e dur. Sot nuk është kjo kohë. Do të vi koha kur ai do të na lartësojë. Sot ne duhet të përulemi. Sot është koha që të jemi të përulur. Kur do në lartësoj Zoti? Ai e di. Por sot duhet jetojmë në përulësi. Çfarë do të thotë ecësh me përulësi? Të pranosh vullnetin e Zotit në jetën tënde. Një përkufizim më të saktë. Prano vullnetin e Zotit në jetën tënde, e do të thotë që je i përulur. Është koha sot të adhurojmë Zotin. Në fakt, kjo nuk ka kalendar. Kjo që sa po thash. Shikoni, unë do ta bekoj Zotin, thot, në çdo kohë. Lëvdimi i tij do të jetë gjithnjë në gojën time. Nuk ka kalendar kjo. Qëllimi ynë është të lavdërojmë Zotin. Amen? Ta adhurojmë atë me fjalë dhe me jetë. Ky është qëllimi. Dhe së fundi është koha që ne të presim Zotin. Ta mbyllim me zbulesën siç e meriton. Dhe më tha, mos i vulos fjalët e profecisë këtij libri, sepse koha është afër. Koha është afër. Kush është i padrejtë, le të vazhdojë të jetë i padrejtë, kush është i ndyrë, le të vazhdojë të jetë i ndyrë, kush është i drejtë, le të vazhdojë të jetë i drejtë, kush është i shenjtë, le të vazhdojë dhe të shenjtërohet. Ndonjëri që i lexon këto thotë, po Zoti që e ka nuk po vepron siç duhet këtu, sepse ai thotë kush është i padrejtë, le të vazhdojë të jetë i padrejtë. Kush është i ndyrë, le të vazhdojë të jetë i ndyrë. Në fakt, po të shikosh kontekstin, në vargun 17 thuhet, ti që ke eti, eja dhe pi nga uji i jetës, eja dhe merr. Zoti do të diçka tjetër. Por nëse ti do të korrësh diçka, do të korrësh atë që ke mbjellë. Nëse do që të mbjellësh vazhdimisht pa drejtësi, dhunë, urrëtie, kujdes, sepse me Zotin nuk bëhet shaka. Mos u bëj cub me Zotin. Do të vazhdosh ashtu, thot, vazhdo. Vazhdo. Me mua do të hahesh ti. Vazhdo ashtu. Në fakt, Zoti dëshiron diçka tjetër. Më thash në vargun 17. Kujdes se çfarë mbjell. Kujdes. Pa ai që është i shenjtë, le të vazhdojë të shenjtërohet. Amen? Amen. E dëshiron me zemër. Shikoni sa e bukur është fjala e Zotit. Po dhe që Zoti është i shenjtë. Prandaj duhet të kemi shumë kujdes. Që të mbjell njeriu, atë dhe do të korrë. Ne themi atë shprehjen që në qafë past veten e tij. Nuk bëhet shaka me Zotin. Ai do të vi.
ardha e tij mund të jetë shumë shpejt, mund të jetë sot, mund të jetë nesër, mund të jetë pas një jave. Unë nuk profetizoj. Mund të jetë pas një muaji, mund të jetë pas një viti, mund të jetë pas 5 vjetësh, nuk e di, por ditë them që ardha e tij është afër. Edhe ai le të na gjej gati. Le të na gjej gati. Le të njohim korat. Tash lexojmë botën me Bibël hapur, të shikojmë gjërat që janë rreth rrotull nesh, jo për ta pasur vëmendjen tonë te Fox News, CNN, për shkak që mua më pëlqen ndonjëherë të shikoj websajtet e tyre apo lajmet në kanale televizive, se dua t'i përmend këtu në Shqipëri, se duket sikur bëjnë një reklam. Por zemra jonë tjetë tek fjala e Zotit. E ta lexojmë realitetin e botës ku ne jetojmë sot me Bibël hapur, me fjalën e Zotit hapur, që të kuptojmë korat, ta duam atë libër, të mos shkëpusim kontaktet nga e vërteta e fjalës së Zotit, të jemi dëshmitar, të shpallim drejtsinë e tij. Le të ulim kokën gjithë. Unë kam disa pyetje pa e zgjatur shumë. Pyetja është, si do doje të gjente Jezusi po të vinte sot? Duke u lutur apo duke u ankuar? Duke shërbyer apo duke u grindur? Duke falur apo duke u ushqyer mblef? Duke ndarë fjalën, ungjillin, apo duke humbur orë të tëra me gjëra që konsumojnë shpirtin? Duke luftuar për pastërti, apo duke bërë pazar me tundimin? Bibla thotë që ne jemi bitë të dritës dhe bitë të ditës. Kjo do të thotë që jeta jonë duhet ketë shenja drite. Qartësi morale, pastërti, vigjilencë, shpresë, dashuri dhe vetëpërmbajtje. Të presësh Krishtin do të thotë jo thjesht të ngresh kokën vetëm nga qielli, por do të thosh të rregullosh zemrën këtu në tokë. Hiri nuk na mëson vetëm të presim, na mëson si të jetojmë ndërsa presim Zotin. Me maturi, me perëndishmëri. Pra kush thotë se pret Jezusin, por jeton pa frikën e Zotit, pa disiplinë, pa luftë kundër mishit, nuk po e pret siç duhet. Le të mos e trajtojmë ardhjën e Jezusit si njoftim të radhës për një film të ri, për një serial të ri. Nuk është trailer jeta me Krishtin. Është një e vërtetë që po afron. Ka të tjerë që thonë, unë e kam Jezusin në zemër. Lavdi Zotit, a e ke edhe në orarin tënd? Në të folurit tënd Jezusin, a e ke? Në ekranin tënd të kompjuterit apo të celularit e ke Jezusin? Në mënyrën si i shpenzon parat, në mënyrën se si i fal të tjerët, a e ke Jezusin? Sepse Jezusi nuk do vetëm një qoshe në jetën tënde. A i kërkon fronin e jetës tënde. Nëse je këtu sot dhe nuk e njeh Krishtin si shpëtimtar, mos luaj me kohën. Bota nuk do të bëhet më e sigurt për shpirtin tënd. Pranoje sot Krishtin, pendohu sot, ai vdiq për mëkatet e tua, u varoz dhe u ringjall. Ka mëshirë për ty, ka falje për ty, ka shpëtim për ty. Nëse je besimtar por i fjetur, sot është dita të zgjohesh. Mjaft më me kompromisin. Mjaft me gjumin shpirtëror, mjaft me nesër. Ktheu te lutja, ktheu te Bibla, ktheu te shenjtëria, ktheu te dashuria e parë. Jezusi nuk po vjen për të përgëzuar një kishë të mpirë, po për të marrë një nuse që e pret me dashuri. Së treti, nëse je besimtar i lodhur, i sprovuar, i raskapitur, dëgjoje këtë si ngushëllim. Zoti vjen. Vajtimi nuk zgjat për gjithmonë. Sëmundja nuk zgjat për gjithmonë, mallkimi nuk zgjat për gjithmonë. Një ditë mbretit do t'i jepet vendi që i takon dhe populli i tij do të jetë me të. Mbaje fort, mos u dorëzo. Qëndro fort. Njerëzit që i kuptojnë korat nuk janë njerëz që i mbajnë syt vetëm te lajmet. Janë njerëz që mbajnë zemrën te Krishti. Duart në shërbim, gjunjët në lutje, gojën në dëshmi. Ata nuk thonë vetëm çfarë kohë e frikshme, por thonë çfarë shpëtimtari i lavdishëm. Le të ngrihemi si bijtë e Isakarit, ta njohim kohën, ta shpallim mbret Jezusin, të dimë çfarë duhet të bëjmë. Le të jetojmë që kur dëgjohet zëri të mos turprohemi, por të gëzohemi. Le të jetë lutja jonë jo vetëm në buzët tona, por në jetë. Po, eja Zoti Jezus. Eja Zoti Jezus. O Ati shenjtë, faleminderit që ti bëri gjithçka për ne. Na fal kur kemi jetuar të shpërqendruar, të fjetur, të ngatruar, Zot.
kur kemi dashur botën më shumë se ardhjën e birit tënd. Na fal kur flasim për shenjat, por nuk kemi penduar nga mëkati ynë. Na zgjoj Zot, na jep sy për të dalluar kohën. Na jep zemër për të dashur Jezusin, gjunjë për të lutur, duar për të shërbyer dhe gojë për të dëshmuar, Zot. Ngushëllo të lodhurit, shpëto ata që janë të humbur, Zot, midis nesh, përmes nesh, të tjerët në botë. Pastro kishën tënde. Dhe bëj që t'jemi gati kur ti të vish, Zot Jezus. Në emrin tënd lutem. Amen.